Në këtë edicion do të ndiqni. Besimtarët musliman sot shënojnë Kurban Bajramin. Shoqata Bereqeti në Gjakov gëzon familje të jetimeve për festën e Bajramit. Handbollistët e Shqiponjës vetëm një ndeshje larg titullit të kampionit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Qindra besimtarë mbledhen sot në xhaminë e Hadumagës në Gjakov për të shënuar faljen e Kurban Bajramit, me lutje dhe dedikime të shumta për më shumë dashuri mes njerëzve, solidaritet dhe vepra të mira, u mbajt ceremonia kryesore e faljes së Kurban Bajramit. Shumë besimtarë mbledhen në orët e para të mëngjesit për të falur namazin e Kurban Bajramit në xhaminë e Hadumagës në Gjakov. Imami i kësaj xhamie në mesazhin e tij për këtë ditë të bekuar përcolli urime dhe bekime për të gjithë besimtarët. Spori urojmë gjithë besimtarët Kurban Bajramin, për shëmbote inshallah presin me gëzime, me mirësi, me të mirat që Zoti ka dhënë për secilin njeri, inshallah duke filluar nga shëndeti, nga varësia familjare, haja, pija, vizitat, i madhe Zot, inshallah gjithë ata që kanë kontribuar dhe kontribuojnë për ndihmën e tjetrit. Për fund, imami përveç urimit e pati edhe një lutje. Duhet të jemi afër njëri tjetrit për çdo rast, por edhe në këtë ditë urime të gjithëve i koftë mbara dhe i priftë mbara në jetë. Në orën 5:40 u bë falja e namazit të Kurban Bajramit, e që i parapriu falja e namazit të sabat, ku besimtarët u bashkuan në lutje dhe falënderim. Me njerë pas faljes së Kurban Bajramit, krerët fetar të Bashkësisë Islame në Gjakov u gjendën në zyrat të tyre për të pritur mysafir. Mesazhe frytdhënëse u përsollën edhe sot nga të gjithë ata persona që vizituan zyrat e Bikut me qëllim të një bashkëpunimi sa më të mirë. Dega e Bashkësisë Islame në Gjakov, si çdo herë tjetër, edhe sot për nder të festës së Kurban Bajramit, mirëpriti mysafirët e saj. I pari i këtij institucioni Valon Myrta uroi festën dhe kishte edhe një lutje aktuale. Pavarësisht gjithçkaje duhet na bashkojë ajo njerëzoria, vlerat e besimit dhe vlerat e respektit për njëri tjetrin. Gjithë ulëm njëtin vend dhe dham përquam të gjithë qytetarët njëjtat urime. Dhe me qenë se jemi para zgjedhjeve, urojmë që këto zgjedhje të sjellin zgjidhje më të qëndrueshme dhe prosperitet për vendin tonë, urojmë më të mirat dhe lutim Zotin Gjelle Shanuhu që familjet tona, qytetarët tanë, ta gëzojnë këtë festë në bashkësi familjare me gjitha të mirat e Zotit. E urimet nuk munguan as nga nënkryetari i komunës së Gjakovës, Flamur Fetahaj. Nga këto shfrytëzojmë rastin të urojmë të gjithë besimtarëve të fesë muslimane urime, gëzuar festën e Kurban Bajramit, urojmë shëndet, gëzime edhe gjitha të mirat për gjitha familjet muslimane, po nga këto urojmë që familjet të rriten, të shtohen edhe gjithmonë të festojnë me gjitha të mirat. Përveç zyrtarëve komunal, këtë institucionin vizituan edhe përfaqësuesit e partive të tjera politike, të cilat i uruan festën e Kurban Bajramit zyrtarëve të Këshillit të Bashkisë Islame në Gjakov, si dhe përmes tyre i uruan të gjithë besimtarët e fesë islame. Për festën e Kurban Bajramit, disa fëmijë jetim u gëzuan falëndimës financiare të dhuruar nga shoqata Bereqeti në Gjakov. Hoxh Abdurrahman Bejtullahu, duke folur për vlerën e ndihmës së dhuruar, vuri theksin edhe tek rëndësia e përfituesve të kësaj ndihme. Si shkak i festës së Kurban Bajramit, shoqata Bereqeti në Gjakov është përkujdesur që gëzimi të jetë prezent edhe tek familjarët me jetim. Rreth këtij aktiviteti foli kryetari i kësaj shoqate në Gjakov, Abdurrahman Bejtullahu. Si çdo festë kombëtare dhe fetare, shoqata e Bereqetit me stafin e saj dhe bamirësit që ka nga vendi, nga diaspora, mundohet të jetë afër familjarëve që me jetim, sidomos kjo kategori që është e rëndë për ne, që është marrëprekshme.
Dhe kësaj radhe për një kohë shumë të shkurt, afër 10 ditë, kemi bërë një shumë për 3.500 euro, të gëzojmë jetimat me nga 50 euro, një shumë simbolike. Në jetën kohë ka një pako me vlerë 50 euro, ka nga një palë rroba poshtë dhe lartë të njerka, dhe poshtë kemi bërë dhe një torte me llogun e bereqetit, së do pak të edhe ata ka një gëzim sukuni. Bejtullahu po ashtu kishte edhe disa falënderime. Unë falenderoj për mes të vëshimit, bamirësit që kemi nga vendi, nga diaspora, se çdo postim që bëhet për jetima ende apo bën 24 përfundon me sukses. Zoti shumë lehtë. Shoqata Bereqeti Dega në Gjakov ndihmon familjet e varfra dhe njerëzit me nevoja të ndryshme, duke bashkëpunuar me organizatat e tjera brenda vendit dhe me donatorët në Kosovë e diasporë. Në qendrën e mjekësisë familjare 3 në Brekoc vazhdimisht po synohet në përmirësimin dhe zgjerimin e shërbimeve shëndetësore. Gjatë një vizite që ekipi ynë i bëri sot këtij institucioni, mësuam se brenda një muaji në këtë qendër realizohet deri në 300 vizita e shërbime shëndetësore. Qendra e mjekësisë familjare 3 në Brekoc ofron shërbime e vizita shëndetësore në masë të madhe për banorët e këtij regioni. Doktor Bekim Hyla, shef në CMF3, u shpreh se sa i përket fluksit të pacientëve, zakonisht në këtë qendër kryhen 250 deri në 300 shërbime në muaj. Qendra e mjekësisë familjare numër 3 Brekoc ofron shërbime shëndetësore për popullatën e cila gravidon në këtë region. Fluksi i pacientëve sillet diku rreth 250 deri në 300 vizita dhe shërbime shëndetësore brenda një muaji, ku në këtë qendër përveç shërbimeve dhe vizitave mjekësore, më thonë në kuadër të plan programit të cilin neve na ofron qendra kryesore e mjekësisë familjare, zhvillohen edhe aktivitete me qëllim të edukimit shëndetësor, promovimit shëndetit, të gjitha këto aktivitete që kanë për synim për parandalimin e sëmundjeve të ndryshme. Doktori Hyla ka bërë të ditur se përpos shërbimeve në qendër, ata bëjnë edhe kontrollin sistematik të nxënësve të shkollës Zef Lushmarku. Gjithashtu, më thonë, ne si stafi qendrës mjekësisë familjare numër 3, kemi të përveçshëm kontrollin sistematik të nxënësve të shkollës fillore Zef Lushmarku këtu që është afër, më thonë ku bëhet kontrolla e të gjithë nxënësve me qëllim të detektimit të hershëm të fëmijëve që kanë probleme ndryshme shëndetësore. Me rritjen e temperaturave, ka filluar shfaqja e rasteve të para me komplikacione të ndryshme, shtoi doktori Hyla, teksa apeloi për kujdes të shtuar. Të moshat e shtyra kanë filluar këto çrregullimet e tensionit, më thonë kemi raste më të shtuara me hipertension, pastaj edhe tek moshat e reja kanë filluar më shpeshtu rastet me vjellje dhe me barkëqitje, cilat ne i atribuojmë ndryshimit të shpejtë të temperaturave. Për këtë arsye edhe na një farforme si punëtor shëndetësor kësaj qendre apelojmë tek të gjithë banorët, tek të gjithë popullata që me këto ndryshime temperaturës të kenë kujdes kryesisht me ushqimet edhe të jenë të hidratuar më shumë në krahasim me periudha të tjera, do të thotë të pinë lëngje sa më tepër në mënyrë që me i atyre komplikimeve që vijnë për shkak të ndryshimit të temperaturës. Ndërkaq specialisti Hyla këshilloi që të konsumohen më shumë lëngje dhe të bëhet kujdes në ushqimet që konsumohen për të shmangur komplikacionet që mund të paraqiten. Pavarësisht përpjekjeve, prerjet ilegale të dronjëve ende janë prezente në komunën e Gjakovës. Nga departamenti i pylltarisë në Gjakov bëjnë të ditur se krahasuar me vitet e shkuara, prerjet ilegale të dronjëve kanë shënuar rënje, por fenomeni është prezent akoma. Prerja e pyjeve është një fenomen i cili përveç dëmtimit të natyrës shkakton edhe dëme shëndetësore. E si është situata në Gjakov, ka treguar përgjithësi i pylltarisë në Gjakov, Bilbil Gjugja. Nuk kemi prerje as të mëdha që tash për shtash në zonën e Dyshkojës kem pas pak. Do të dome, kem vazhdu me fleparaqitje, kem ngrit fleparaqitje, kem qunë gjërkot, edhe nuk kem pas diçka tjetër të rreth tjera.
Po, pavarësisht mujnë e kaluni kem pas 10 paraqitje, tash i kemi 7, edhe nuk ka diçka më. E ngritim ato procedura që qojmë gjëkat, kështu që çdo gjë është ka shkon në rregull njëherë për momentin. E në rast se ndodh ky fenomen, Gjugja tregoi për masat parandaluese. Edhe aty nëse ka na rojet janë në punë, janë në terren, çdo terren janë rojet. Çdo ku janë në punë, ku kanë të rroshën e problem, kemi komunikim me policinë. I falenderoj edhe ata, po na dorin në im. Me njëherë për na vinë në im. Nuk kemë të loshe tjetër të mëdha, nuk ka projekt mëdha. Në krahasim me të kaluarën, tani njerëzit po i shmangin gjithnjë më tepër ngrohjes me dru për shkak të kostos dhe mirëmbajtjes, duke zëvendësuar këtë metodë me energji elektrike, e cila përveç ngrohjes mundson edhe freskinë gjatë temperaturave të larta. Vajzat handbolliste të Shqiponjës i pret edhe një tjetër ndeshje sfiduese për të synuar kampionin. Ndeshja e së enjtës është shansi i fundit se kush do të merr titullin e kampionit. Handbollistët e Shqiponjës kanë zhvilluar stërvitin e fundit para ndeshjes së 5 finale ndaj Samadregjës të enjte me 28 maj. Për përgatitjet e ekipit për ndeshjen e nesërme, foli trajneri i Shqiponjës Mahmud Sadiku. Përgatitja e ekipit është maksimalisht, edhe fizikisht edhe psikikisht, asnjë s'kem shka me hup, kem veç në fitore. E për atmosferën e skuadër tregoi kapitenja Alma Nivukazi. Atmosfera në ekip është shumë e mirë, vajzat janë shumë të motivuara dhe ne jemi gati që nesër të votojmë drejt Samadregjës me qëllimin e vetëm fitoren. Finalja 5 do të luhet në palestrën Afrim Bunjaku në Samadregj me fillim nga ora 20, pasi që Samadregja barazoi serin finalen e 2-2. Fituesi i kësaj ndeshjeje do të shpallet kampion. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi të ndjekim edhe njerë titujt kryesor të këtij edicioni. Besimtarët musliman sot shënojnë Kurban Bajramin. Shoqata Bereqeti në Gjakov gëzon familje të jetimeve për festën e Bajramit. Handbollistët e Shqiponjës vetëm një ndeshje larg titullit të kampionit. Këtu marr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjekni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.